Miqtë e mi, aku jemi përsëri së bashku në siglën Mjeku për ju. Është hapësira e fundit për ditën e sotme, si çdo ditë. Në këtë orë jemi mësuar që ne të kemi specialistët më të mirë, këshillat e tyre t'i kemi këtu prezent për të mirën tuaj, të pacientëve dhe të gjithë shikuesve që na ndjekin. Për të gjithë ata që na kanë ndjekur që nga momentet e para, unë thash që do të përqendrohemi tek syt, pra tek organi i syve, pra besoj keni kuptuar që sot kemi të ftuar mjek okulist. Jo një, por dy. Në fakt na rikthehen dy miq tan, të cilët në her pas here kemi qenë në shoqërinë e këshillave të tyre, Rubin Topi, mjek oftalmolog, përshëndetje. Mirë se na erdhe, dhe profesor Nishan Taneja. Welcome. Thank you. Është mjek i specializuar për kirurgjinë e retinës së syrit, në mënyrë të veçantë, kjo duhet theksuar. Duke qenë se jemi të gjithë duke përjetuar ndryshimet stinore, besoj dhe syri nuk është një organ që bën përjashtim. Para përgatitemi për të nxehtin, për dëmet që mund të shkaktoj dielli, dhe mirë është si ne të parandalojmë këto dëme ose si të mbrojmë organin e syrit ose të dy syve, sepse janë dy. Kështu që besoj të gjithë janë të interesuar ata që na ndjekin, çfarë mund të bëjmë vetë, çfarë kemi ne në dorë. Megjithatë, do të ndalemi edhe në një aspekt tjetër, dhe tek eklipsi më i fundit, që ka qenë para pak javësh, është aktual, dhe tek dëmet të cilat jo pak persona i përjetojnë, ndoshta njoftimet që jepen nëpër ekrane jo gjithmonë mund të merren seriozisht ose keq interpretohen, dhe kur ne jemi përballë pasojave, atëherë themi ç'bëm. Patjetër. Kjo është shumë e rëndësishme sepse aktualisht ka sidomos fëmijë që ne po i ndjekim, profesor Taneja si specialist i retinës në veçanti po kujdeset për ta. Mund të jenë aktualisht 5-6 fëmijë. Pse them fëmijë, sepse natyrisht janë më pak të edukuar që duhet mbrojtur më pak të bindur kundrejt rregullave. Nuk e kanë atë ndërgjegje, domethënë për shkak të moshës, dhe kanë rënë pre në një farë mënyrë le themi e eklipsit, sepse duke parë eklipsin, duke e marrë si lojë si një gjë të veçantë, kur e kanë parë, pa dashje kanë dëmtuar syt. Sepse natyrisht syri i njeriu, të gjithë e kuptojnë, nuk është një organ i cili është llogaritur që të shohë direkt një burim ndriçimi aq të fortë sa është dielli. Pra çdo njeri mund ta provojë, nëse ngre kokën lart, shikon nga dielli, nuk duron më shumë se 1 sekondë dhe do uli kokën. Sepse është vetë ai refleksi mbrojtjes që të bën që të lëvizësh. Por tek fëmia natyrisht to reflekset mbrojtëse për shkak të moshës mund të jenë pak më të dobta dhe mund të ta kenë zgjatur më gjatë. Çfarë problematikash mund të shkaktojë parja e eklipsit me sy të lirë, edhe në rastin konkret, duke qenë se ju pas keni disa fëmijë në ndjekje, për të qenë më të qartë? Tani duhet të kuptojmë këtë. Unë mund të jap një shembull që nga koha që kam qenë student, kur kam qenë student jashtë, profesorët na mblodhën, atëherë ndodhi një eklips i rëndësishëm, ka shumë vite. Dhe na kanë lajmëruar që shiko, nesër mos guxoni të shikoni me sy të lirë apo me filtra jo profesional, sepse mund të shkoni deri në verbri. Domthonë që atëherë që më kanë ngel që kam qenë në moshë shumë më të re, dhe në mënyrë të veçantë na bën thirrje të gjithë studentëve të fakultetit të mjekësisë, profesorët që keni kujdes se pra është një praktikë e njohur në botë. Ndoshta në Shqipëri nuk kemi mësuar shumë, por prandaj dhe jemi këtu që të informojmë njerëzit. Dëmet janë nga më të ndryshmet. Sepse është si një saldator që do të punoj pa syzet e saldimit. Në mënyrë intensive është i ekspozuar. Dhe ai ndriçim kaq i madh, kaq i fortë që nuk është i llogaritur të suportohet nga organi i syrit, jep dëme në retinë, që është e cipa më delikate, pjesa fundore pra. Ne kemi shpjeguar edhe në emisione tjera, e cila percepton shikimin. Pra është pjesa nervore, fundore e syrit, e cila menjëherë këtë perceptim të shikimit e transmeton në tru. Pra dëmet janë në këtë nivel. Janë të rekuperueshme apo të parekuperueshme, apo varet? Varet nga ekspozimi. Varet nga ekspozimi. Kjo është. Atëherë, nëse ne sigurisht shoqërohemi edhe me pamje gjatë kohës që bisedojmë. Atëherë, duke qenë se jemi përballë diellit, përballë një planeti shumë të fuqishëm, që jo gjithmonë syri është mësuar që ta përballojë. Atëherë, çfarë mund të themi në lidhje me atë që ne kemi në dorë? Si mund ta ruajmë në syr? Aq më tepër kur stina e nxehtë e ka më të shtuar. Do kalojmë prapë tek eklipsi, se mendoj është shumë interesant, por shkurtimisht po japim një informacion të shkurtër se si mund të mbrohemi në stinën e tanishme. Pra natyrisht koha ka filluar të nxehet, dielli është me temperaturat nuk diskutohet më të larta dhe dielli është kohë më të gjatë
Është zgjatur dita, po më shumë orë. Dhe ekspozimi detyrimisht i njerëzve është më i zgjatur në kohë. Ne kemi bërë, në mos gaboj, vitin e kaluar një emision të posaçëm se si mund bëhemi nëpërmjet syzeve të diellit. Shkurtimisht po i bëj një kujtesë, thelbi i kësaj është ky. Rrezet ultraviolet, që janë rreze që syri nuk i percepton dot, pra nuk janë të dukshme, të dallueshme për njërin, por që janë, pra janë në ambient. Këto japin dëme për syrin e njerëzit, që krijojnë kataraktin më shpejt, pra i bën një lloj pjekje lente së syrit, dhe deri tek dëmet në retinë, sepse natyrisht duke u futur në sy, pa në hapësirën pupilare, ato deportojnë deri në retinë, dhe prandaj dhe syzet e diellit është e rëndësishme të kenë filtr ultraviolet. Pra, një syze e mirë dielli, po themi thjesht një syze origjinale, pra jo falco. Jo e falsifikuar që ka thjesht një xham me ngjyrë dhe kaq. Do ta lidhim edhe me eklipsin sepse ky është një nga gabimet që kanë bërë. Pra kjo duhet të ketë filtr UV, që të mbrojë nga rrezet UV. Është e njëjta gjë, po jap një krahasim të thjeshtë. Prandaj përdorim kremin në plazh, sepse rrezet UV megjithëse ne nuk i shohim, ato na dëmtojnë lëkurën. Pra është e njëjta gjë edhe me syzet. Atëherë çfarë mund na thotë profesori për sa i përket dëmeve që shkaktohen në retinë në gjithë këtë kronologji që edhe ju bët Rubin, duke qenë se profesori është specializuar për problemet e retinës, po. So mainly the damage, what happens, for example, with these children that have seen the eclipse? For the eclipse part, the main the phenomena which is happening is moon is covering a part of the sun, and the radiations are not coming directly to the earth. It allows us to see the sun directly for a longer duration of time. So the rays, mainly the ultraviolet rays, which are damaging for the eyes, they get access easily. It is more common in younger children where lenses are clean, and emmetropes who don't have any number. They focus directly on the retina. So they cause two types of damage. First is photochemical damage. Because of the reactions in the photoreceptors, they cause damage mainly to the cones and rods which are responsible for the sharp vision. And also the thermal damage, if you keep on seeing for 5 minutes, 7 minutes, longer duration. So thermal and photochemical damage, it creates a type of burn in the outer part of the retina. Pra, shkurtimisht ajo që ndodh është kjo gjatë eklipsit. Hëna merr një pozicion të tillë që bën një mbulim të pjesshëm ose të plot të rrezës së diellit, por që natyrisht ky mbulim sado që mund të jetë deri në një eklips të plot, rrezet ultraviolet vazhdojnë të depërtojnë. Pra është ajo që tham pak më parë, rrezet ultraviolet janë të dëmshme për syrin. Dhe çfarë ndodh? Duke depërtuar në sy, në pjesën sipërfaqësore të retinës, ndodhin dy dëmtime kryesore. Dëmtimi fotokimik, që mund ta quajmë, duke dëmtuar janë receptorë që quhen rod dhe kon në gjuhën mjekësore, që gjenden në retinë, që perceptojnë dritën, dhe dëmtimi mund të jetë edhe termik. Pse mund të jetë termik? Sepse ekspozimi mund të jetë për një kohë gjatë. Pra dikush mund të mendojë që un kam një CD apo një fletë karamele me ngjyrë dhe kjo më mbron, ai mund të rri me minuta, duke u gënjur nga kjo. Por ky dëmtim, ky qëndrim me minuta mund të çojë deri në dëmtim termik, pra nga nxehtësia, përveç dëmtimit fotokimik. So for this damage can be very extensive also. Symptoms normally are like metamorphopsia. The shapes are not accurate, distortion is there. Sometimes many people they complain of dark spot in the center. So this is the shadow which has caused because of the burn in the central part of the retina. Many times it's temporary, but it's possible that this damage continues and it can form even a hole in the macula in more extreme cases. Pra, e tha pak dhe më përpara profesori, sidomos në fëmijët, të cilët lentën e syrit, duke qenë moshë shumë të vogël, e kanë tepër të kthjellët dhe janë shumë të ekspozuar nga këto rreze, duke qenë kthjellët kalon më kollaj. Dhe të persona që nuk kanë numër syzesh, ky dëmtim është më i madh.
Dhe çfarë ndodh? Kjo djegje mund të krijojë një njollë në vijën e shikimit, e cila shpeshherë mund të jetë e përkohshme, por nëse ekspozimi është shumë i madh, kjo njollë jo vetëm që mund të mos ikë më, dhe pak a shumë çon drejt verbërisë, sepse mund të krijojë dhe një vrim në retinë, në pjesën që ka dëmtuar, që ka djegur, mund të shkojë deri që të krijojë një vrim. Po. Më njofton regjia që kemi një telefonat në studio, me sa duket një shikues ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi, zotëri. Cili është qetësimi juaj? Mema duhet ta pyesi çik se kur shoh në diell, kam lotim fysh. Pastaj çfarë masa mbetëm më të madhe. E kuptuat? Po. He's saying when I'm outside and the weather is sunny, I have more tearing. What can I do for protection? Yeah, for protection, it can be a sign of allergy also, and also sometimes the surface of the eye is dry. So protection against this is to use some proper glasses which cover the complete surface of the eye. And if there are any allergic symptoms like itching is too much, watering goes on every time, sometimes we need to give some antihistaminic, anti-allergic drops for this. Pra, kjo mund të jetë një shenjë edhe të një personi që është alergjik nga syt. Po. Por mund të jetë edhe një shenjë një tharje të syrit. Po. Pra, për këto masa kryesore është, siç thamë përpara, syzet e duhura, syze mbrojtëse nga dielli. Por nëse ka shenja të tjera që shkojnë për alergji, pra mund të ketë skuqje, pak irritim kështu, si kruarje kështu. Pra, aty duhet të japim një antihistaminik, pra një antialergjik me pika, për të kuruar këtë njerëz. Natyrisht, nëse është tharja e syrit, jepet dhe lot artificial. Pra, janë masa. Në varësi të situatës. Vetëm zotëria duhet kujdeset që të bëjë një vizitë. Një kontroll tek okulisti, po. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Cila është pyetja juaj, zonjë? Dua të flas me doktorin direkt ndoshta? Po, jeni në linjë, ju dëgjojmë. Faleminderit. Jam një zonjë në moshën 37 vjeç. Po? Po, edhe dua të pyes doktorin. Basi kam një problem me gjegje syri. Po kam 7 vjeç që kam syze numër +3,5. Për larg. Dhe 4,5 për afër. Mirë, po tash kam një gjegje syri dhe nuk shikoj tamam ashtu si duhet, po ti heq fare. Ti lutem, mund të bëj në një diçka me ju, një vizitë apo në një thënie tjetër? Faleminderit për pyetjen. 47 në zgaboj ishte? 47 nearly, and has plus 3.5 for far sighting and for near sighting plus 4 and more. She's saying I have some burning in my eyes. What should I do? Number have changed or something? She is not looking properly as before. Yeah, so she has high hypermetropia, which is a major problem. So whenever she does near work, if she works on computer or reading part is too much, so she need to put more force from the eyes. So first thing is to have proper correction for the glasses, accurate correction, not take any less number. And after that, if problem continues, general measures are helpful. Cold compresses she can do, some lubrificant drops she can put for the dryness. Pra, me numrat që përshkoi zonja, duke pas parasysh dhe moshën, ajo ka hipermetropi të lartë. Që do të thotë, për të shikuar nga afër, zonja sforcohet. E para gjë që duhet bërë është duhet një kontroll i kujdesshëm për të parë nëse numrat janë të saktë. Dhe duhet një korrigjim shumë i saktë. Pra duhet bëhet një verifikim i numrave. Patjetër, pra një kontroll tjetër, pa ndryshuar, nuk e dim. Dhe e dyta, në rastet përgjithshme, masa tjetër që mund të merret është kjo. Kompresa të ftohta. Dhe mund të shtojmë një lubrifikant për syrin, pra një lot artificiale apo një pomadë lubrifikante. Kjo është. Po. Atëherë, duke qenë se jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, në lidhje me temën që ne filluam të diskutonin për sa i përket realizatimit, eklipsit, por jo vetëm, sepse jemi në një stin tjetër, thamë që njëra nga format e mbrojtjes është ajo me syze. Është parandalimi, është edhe mënyra e trajtimit. Çfarë mund të themi për këto dy aspekte? So, beside the prevention is also the treatment.
what is the necessary treatment also in general, not only for eclipse, for general, for sun exposure. Actually, most of the time we get patients with the small spot in the center of eye and is a scar. Sometimes they are many years old. We don't know the reason. We assume it to be damage because of sun, solar retinopathy. So those are old cases. We cannot do anything about them. Damage is done. If we get acute cases, like this time, last month I got 6 children, Albasan, Laura. So they came with swelling in the eye with active reaction, thermal burn going on. So we treat them with some corticosteroids, some vitamins which are good for the retina and the receptors, and slowly the damage becomes less. So most of the children, they have recovered very well in 2-3 weeks. So in the acute phase, we need to give them proper glasses, proper treatment, and to do the investigation to see the extent of damage which is there. Protection is with the ultraviolet filters. Pra, dy gjëra kryesore janë. Shpesh na vijnë pacient të cilët ne i diagnostikojmë, shohim në retinë që kanë shenjat të vjetra, të një djegje. Ne nuk mund ta gjejmë dot shkakun 100% sepse këto janë të vjetra. Nuk mund t'i bësh dot gjë. Është tamam si një plak që është mbyllur. Pra, në gjuhën mjekësore quhet scar. Pra ka ngelur ajo shenja. Mund të prezumojmë që është nga dielli. Por në raste akute, si çka ndodhur për shkak të eklipsit që ishte tani, që nga kanë ardhur 5-6 fëmijë, thot profesori, nga Elbasani, nga Vlora, nga gjithë Shqipëria. Këto janë raste akute dhe natyrisht këtu kurimi në moment që këta vinë në kohë, është i mundur me kortikosteroid. Pra këta vinë me djegje dhe termale, kanë ardhur. Pra me entje të syrit, me entje në pjesën e retinës, kuptohet ajo që ka qenë ekspozuar. Me vitaminat të posaçme që bëjnë mirë për retinën. Ndjekja këtyre është e mundur dhe përmirësimi zakonisht për 2-3 javë japin shenjat e para të përmirësimit dhe këta mund të kurohen. Minutat si gjithmonë ikin shumë shpejt, megjithatë neve jemi përsëri këtu bashkë sepse emisionet do të vazhdojnë, stinën e ngrohtë kemi përpara. Besoj dhe shikuesit do të vazhdojnë të na ndjekin. Ju falenderoj që ishit këtu. Thank you very much for being here. Miqtë e mi, unë falenderoj që na ndoqët. Shpresoj që edhe nesër në të njëjtën orë ne do takohemi këtu në emisionin tonë Rrezet Dielli.